Nëse ne nuk investojmë në teknologji, nuk mundna me u përshtat kur me të ardhmen. Nuk mundna kur me ja transmetu brezit që po vjen. Pse në qoftë se djalit nuk e shikon që kjo po zhvillohet dhe po bëhet si kudo, jashtë ai stëri. Nëse nuk ja u bëjmë më të lehtë punën, sa më të lehtë, se në detyrimisht... Djali punon me ty? Po. Punon, Djali ka marru universitetin. Përse? Economics. Edhe... Në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Do me thënë se djali në ari largë. Hajde pak. Jo, më pëlqen shumë që je për të shoqëruar sot babin, apo e shoqëron në këtë punë, do me thënë. E di që është çdo ditë. Çdo ditë kam mbaruar shkollën, do me thënë kam mbaruar bachelorin në ekonomikun e Tiranës, edhe jam çdo ditë te puna. Bravo, të lumt. Është i pashmangshëm. Bravo. Më thënë, ti je më shumë ti ngacmon shumë që duhet të zhvillohet teknologjia, apo është vetë babi që e di që kjo duhet? Sigurisht, babi është ai që i merr iniciativat, por ne duke qenë që jemi rinj, ecim me hapat e kohës, duke munduar gjithmonë që fusim një frymë të re në biznes. Nuk i thua me fjalë që ke gjithë këto lekë që po harxhon me derat. Nuk i thua këtë? Jo, kjo është pjesë e punës, gjithçka do ta bëj. Dikush do jetë ekonomist, dikush do merret me derat, dikush do merret me tokën. Nuk ka rëndësi, secili e zgjedh vetë atë që do merret. Por gjithçka do bëhet. Bravo, të lumt. Kjo është arritja më e madhe që ke mbajtur djalin të vazhdoj punën. Kam edhe çunin tjetër, po sot sa është i pranishëm edhe. Punon edhe ai? Jashtëzakonshëm. Bravo. Të dy kanë fut shpatullat dhe m'japin kurajo të jashtëzakonshme me investu çdo ditë në teknologji. Se arsyeja pse i bëm këto emisione ishin të kuptonin ç'po ndodh me blegtorinë në vend, por rrugës po kuptojmë edhe ç'po ndodh me teknologji në vend dhe me të rinjt në vend. Edhe një mesazh edhe për të rinjt gjithë që e ndjekin këtë hapësirë, du t'ju tham të ndërrojnë, mos të pushojnë së ndërrumi. Unë që i vogël nuk kam resht, edhe sot jam 50 vjeç, nuk resht së ndërrumi. Ndërroj, nëse e fut në tru dhe ndërron se kjo duhet ba, një ditë zgjosh dhe thu, wow, u realizu dhe kjo? Dhe nuk duhet të pushojnë, sepse nuk shof pak skeptik në. Po, ka një lloj frike, një lloj po ç'po më duhet, ja tani e ka inteligjencë artificiale. Jo, e ka njeriu. Atëherë, tu jemi në kapanonin që para një viti se ishu thashna ka qanë dëmtu. E kemi ribon falë, ju thash edhe i herë mundësisë Raiffeisen Bank dhe forcave tona. Tu jemi në një teknologji shumë të lartë, ja u shpjegova dhe ma parë. Në mënyrë automatike ju shkon ushqimi. Ushqimi nga del? Ushqimi, ja. Është tu. Ati ku po hanë ata tani vjen ushqimi? Po, tu vjen uju. Këtu vjen uj? Pa. Edhe gjithçka është nuk hyn as me lafë, ja erdhi uji, e shikon? Erdhi. Ky është i kapanon që ka rreth 700-800 krerë brenda. Këtu janë 800 gjithsej. Po. 700-800 si mas asaj që e shumë. Edhe rreth 3 muaj e pak rrin vin 20 dhe 25 kilosha vinë këtu. 25 kile? Po. I blini? I blejmë, i bim nga Hollanda, Danimarka, Hungaria, varet sikur të zham tregun, edhe i rrisim, i shojmë dhe 100-110 kilsha, e i shojmë për konsum. E shikojnë se janë njerëz të huj, po të hyun, do më thënë si hi... E qojnë normale. E qojnë normale. Ndërsa këta të huaj që duan. Pra, ke hanë ushqim? Aty hanë ushqim, tu është uj? është... E kanë gjithë shka të kompletume. Atëherë këtu janë derrat ke ky kapanon, janë rreth 100 kilosha në ditën e 70-72 që kanë ardhur këtu 25 kilosha, pra janë rreth 5 muaj e gjysmë 6 nga dita që ka lind.
dhe tani është gati për konsum. Shkojmë tek fabrika atëherë, atje ku është edhe prodhimi, pastaj sepse është cikli mbyllur me sa duket tek ju. Unë tek therja nuk shkoj, më dhëm zemra kur flas për të, po pjesë e jetës çdo gjë. Ndërsa këtu pastaj të gjithë ky territor është ish territoria, ish stalla. Stalla. Tani në këtë moment e kemi kthyer ka një rreth 7-8 vite, 10 vite e kemi kthyer në thertore dhe në sallamëri. Sallamëri. Po. Kjo është zonja. Mirë se të gjej. Më duket ju është besuar zonjës ky vendi këtu. Kjo merret këtu me mbikëqyrjen e gjitha si të punëtorëve të thertores, ashtu edhe të mbikëqyrjes së cilësisë sallamërisë. Atëherë, zonja është në punë, ju në punë, dy djep në punë, punëtorët të tjerë pashë që këshit huaj. Po, i kemi dhe të huaj. Keni marrë filipinez? Po. Se interesant. Po çfarë punë është bëjnë? Po atëherë ata punojnë në përgjithshëm, ngarkojnë tek se ka edhe mbetjet për shembull të zorët që i pastrojnë dhe shkojnë për industrinë e sallamërisë. Ka nga të gjitha punët. Jeni të kënaqur, doni të merrni tjerë apo me shqiptar më mirë? Po edhe këta funksionojnë mirë, jo keq. Jo keq, me kompani besoj punoni. Po, patjetër. Gjithë ky prodhim, ku shkon? Po shikoj që ju bëni bëjmë 4-5 lloj prodhimesh të ndryshme, sallam, salqiqe, parizier. Po këto janë gjëra tradicionale që i bëjmë. Tregu jonë kryesisht është Tiranë kemi jo shumë treg, po kryesisht rreth këtu, zgarat që janë këtu rreth. Të gjitha, furnizohen prej jush. Po. Po pjesën tjetër, derat që therrni ku i çoni? Po kështu, këtu, brenda deri në Durrës edhe në Shkodër. Ky është territori që çdo mëngjes ngarkojmë. Kemi 3 automjete frigoriferike, i ngarkojmë tu dhe i shpërndajmë nëpër Shqipëri. Po. Si mas kërkesave që na ja jepet. Ndërkaq kjo pjesë e punës i është besuar zonjas. Po. Të pëlqen të punosh apo më mirë në shtëpi? Jo. Unë mendoj që zonja në shtëpi është një humbje kohe, sepse më mirë të punosh edhe për veten tone, edhe për normalisht edhe për të ardhurat e gjithçka, është një gjë shumë e mirë. Unë mendoj që të gjitha zonjat të punojnë, jo të rrinë në shtëpi. Bravo! Kështu themi të gjithë, zonjat punojnë se duhen. Realisht unë kam me kënaqësi shumë të madhe që punoj, sidomos që jena familjarisht është diçka jashtëzakonshme, se ke bashkëpunimin, ke punën, gjithçka është okay. Bashorti tha, jam i kënaqur tha për fëmijët që janë në punë, tha, punojnë me ne, tha, dhe ju them gjithë të rinjve, mos u dorëzoni nga vështirësitë, ëndër ose do ta realizosh atë që ke ëndër. Ti çfarë do dohet i thoshe zonjave që rrisin fëmijë, që rrisin djem dhe thonë të emigrojnë, të ikin, tani se s'kemi ku i mbajmë. Realisht unë nuk jam për emigrimin fare, sepse emigrimi është vetëm shpopullim i herë, në parë, pastaj ne këtu ku kemi lindur duhet ta ndërtojmë, të ecim përpara, këtu ka të ardhme, ke mundësi nga më të ndryshme që mundesh me punue pafundësisht. Sidomos zonjat kanë punë tani në këtë periudhë ka kërkesë për punëtore jashtëzakonisht shumë. Nëse kanë dëshirë, mund të punojnë. Ju vaft mbar. U kënaqa që Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Faleminderit shumë. Zoti ju ndihmoft. Faleminderit edhe nga ju. Faleminderit shumë. Come here. Work Albania is super good. The country is good and big salary. Big salary. Yes, and Philippines Can I? small salary every day. The Albania is very big salary. Good. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.